Feja islame është përhap anë e mban botës me çfarë force? Me forcën e argumentit. Jo me argumentin e forcës, se unë jam më i fortë kimi botë si thamuna, po pse argumentet e fesë islam janë fuqishme, që s'ka kush i mohon edhe demanton dhe detyrimisht ato do të mbeten valide derisa tonë Allahu dhul xhelal, deri në kiametin. Argumenti më i freskët këtë është gjithë kjo fushat e madhe që bëhet kundër islamit në Evropë konkretisht, dhe përsëri aty gjejmë do thot me mija dhe dhjetra mija dhe me qendra mija dhe me miliona njerëz jo musliman nga prindërit jo musliman që bëhen musliman. Se zakonisht logjika e marketingut është kur bëhet fushat kundër një mallit, bjerë shitja ati mallit. Edhe kur bëhet fushat marketing për një mall, rritet shitja ati mallit. Te feja islame nuk vlen këto rregullat e marketingut. E kundërta po ndodh. Ata bëjnë fushat madhe, miliona harxhe, kampanja mediatike, fushata, debate, intervista, shkrime gazetash, edhe libra bile. Të gjitha këto bëhen për me e sha islamin dhe me ndal për hapjen e islamit, don Allahu dhul xhelal që përkundrazi gjithë atyve harxhimeve, shpenzimeve, fushatave, ligjeve, debateve, islami gjen tash përkraje më të madhe dhe më të madhe. Çdo shtet evropian ki më mira që bën domethënë musliman. Desh në Gjermani, desh në Zvicër, desh në Belgjik, desh në Francë, desh në Angli, desh në Amerikë, ku të shkosh. Numri atyre që do të bën me dëshirë musliman është në rritje sipër, po edhe në mesin e popullit tonë. Që nga ky popull dalin disa njerëz edhe mundohen të bëhen mesja paralajmërues të kthimit të rive tonë në fenë islame si një element negativ në ndërtimin e identitetit kombëtar. Edhe ato bëjnë intervista, shkruajnë shkrime, bëjnë fushata, botojnë libra, promovojnë njerëz me agenda të caktuara kundër islamit, kretë kjo që me ndalë do më thonë vrullin apo për me ndalë hovin e këthimit të rive tonë në fenë islame. Që apo ndodhë? Apo ndarët në pëndodhët e kundër ta. Ata do të kanë dëshirë dhe vullnet me ju këthi kësaj fe, me kuptu këtë fe dhe me ecë për para me lejën dhe ndihmën Allah.